keq. Dhe të edukuar keq, arsimi është problem, sporti është problem. Bravo, arsimi. Një tjetër, se duhet të citoj disa vende, po t'i themi, një tjetër vizitë që kisha në Gjermani, pash një fushë futbolli, në një zonë, në një lagje, ishin të paktën 5 fusha futbolli. Pra të rinë shqiptarë dhe nuk ishte kafe, të rinë të ishin gjithë kohës në punë, lëvizje, madje të rinë aktivitet sportive. Nuk ishin kohë as të pinin, as të hanin restorante. Restorante po të shikosh Gjermani, restorantet janë me pjesa më të madhe me njerëz të moshës tretë. Vetëm ata kanë luksin ose njerëz 50 vjeç, 55 vjeç, 45, pra që kanë një lloj standardi financiar të krijuar nga vetë atyre. Po. Ndërsa të rinë nuk kanë kohë, të rinë një fast food edhe ik puno. Ndërsa këtu të rinë i kemi kafene, nuk e nxisim të riun që të merret me sport, sepse nuk i kemi lënë fushën futbolli. S'ke terrene sportive, nuk ke biblioteka falas, ka nikur dhe ato zona ku ka pasur wireless falas për të punuar, ose dhe për argëtim, pra po krijojmë dhe një të ardhme shumë problematike, se përveç çfarë është bërë në vitet 90, që ka rëndësi dhe një pjesë e madhe tashmë po shkojnë dhe të moshës së pensionit, të atyre që ishin në kryet lëvizjes, për shembull në Gjirokastër unë kam folur me Land Bacon, që ka qenë vërtet, atë mund ta quaj idealist. Për shembull, Landin ti e njeh. Është një idealist. Landi po. Landi është një idealist i përjetshëm. Po. I pandrejtshëm, vetë dorë. Vazhdon akoma është idealist, është i tillë, po ta kam fjalën që po ndrojnë gjeneratat. Dhe përveç asaj që u bë keq vitet 90, që lidhet tërësisht me politikën, tani kemi një rini e cila është apatike ndaj politikës. Pra nuk është se politika është më atraktive ndaj rinisë. Dhe kjo duket, përveç se politika nuk do t'i ketë shumë afër, edhe të rinë nuk duan t'i qëndrojnë afër. Ore, ka me që përmendë këtë punën e terreneve sportive, për të marrë një shembull.